Shpëzënduar mirë mbrëma dhe mirë se vini në debatin për ballotazh për kryetar të komunës së Gjakovës. Sipas rezultateve preliminare që kanë dalë nga KCZ-ja, dy kandidatët që kanë arritur në rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Gjakovës janë Pal Lekaj nga AK me 42.9% dhe Astrid Haraqia nga LDK me 21.6%. Për ta bërë këtë debat sa më informativ me njerëz që dinë shumë a shumë për Gjakovë se unë, që janë të informuar dhe vinë nga Gjakova dhe kanë më shumë informata për Gjakovë, kemi ftuar edhe një panel prej përfaqësues të gazetarëve dhe shoqërisë civile, të cilët janë Musa Kurhashku, korrespondent i Kohës Ditore nga Gjakova, Milinda Kusari nga organizata qeveritare Shoqëria Afariste SHERA dhe Valon Sylla, gazetar nga Gazeta Express. Në norma gjithve, së pari po filloj vetëm me ju pyet nga ju zotni Lekaj se a keni avansu diçka për rundën e parë të zgjedhjeve thjesht, mas takimeve që keni pas me qytetar dhe pasi që është hera parë që po mbohen listat me zgjedhjet me listat hapuna, a keni avansu diçka në programin e juaj, diçka që nuk e keni pas zgjedhjet e para e që keni mësu për zgjedhjet dyta, për rundën të dytë? Po, pas përfundimit të rundit të parë, ne jemi ullur me shtabin zgjedhor, kemi bërë një analizë analitike dhe si pas gjitha gjasav, do thot ne i kemi përmbush gjitha ato objektiva tona dhe mu për këtë edhe jemi fitimtar në 3 do thot nivelet, nivelin komunal, nivelin parlamentar dhe si kryetar komune avancoj dukshëm. Prandaj, saj përket rundit të dytë, unë nuk mendoj, por ndoshta aty këtu me disa do thot takime që do t'i kem, nëse shkohet në rundin e dytë, sepse si pas gjitha gjasav nuk do t'ket rundin dytë në Gjakovë, si pas informacionet që i kom, dhe kështu që po presim mjaft i relaksuar që filloj punën dhe t'jenë në shërbim gjithë qytetarëve. Zotni Haraqia, ju, a keni mësu diçka për rundit parë? Po, fatmirësisht ne kemi mësu për rundës parë jashtëzakonisht shumë, parasysh se ne 17 jemi nisë si jemi si Parti Lidhje Demokratike Kosovës do t'jenë gjithë si ne, po fatkeqësia kanë ndodhur që nuk kanë qenë një si ne, edhe kanë manipuluar me votën e qytetarëve dhe banorëve të komunës Gjakovës, ku vetëm çdo ditë tash vinë edhe ankesa që bën komisionin përpara shtresave dhe ankesa çdo ditë vinë që bëhet rivotimi i votave. Kështu që do ta kemi në kujdes të shtuar në rundin e dytë, sidomos me antar komisionit edhe me vëzhgues. Dhe në programin e juaj, a keni ndru diçka me takime që kemi pas me qytetar, a keni pa diçka që s'keni ditë ma përpara, që tash sot në rundin e dytë jeni ma të përgatitur me program? Ne si Lidhja Demokratike e Kosovës Deka në Gjakovë, ne kemi bërë dhe programin edhe kemi hartuar dhe kemi nënshkruar marrëveshje me kuptimin me gjithë grupet e interesit. Kështu që ato marrëveshje dhe ne do të qëndrojmë edhe kemi caktuar më afate kohore, kështu që gabimin për thëmë numër ne kemi bërë rreth jo punës së kujdesshme ndaj antarëve të komisionit dhe bashkëpunëtorëve që na ka kushtuar jashtëzakonisht shumë. Ndërsa në program një keni linë të mençur, si që keni thonë në rundin e parë. Ende qëndrojnë ato që kam lindi i mençur dhe jam shumë optimist që në rundin e dytë do të jetë një situatë kaj tjetër, parasysh se tash komisioni përpara shtresave ankesa ka qenë vetëm rivotimi që të bëhet në fshatin Lipovec, në njëjtën kohë ka qenë edhe njëjti komisioni ka qenë edhe për Novosellën e Erperme, ku kum hub 2400 me 0, që është e pamundshme. Fatkeqësia ka qenë aty dhe diku mbi 935 vota për kryetar të komunës që në paveshëm. Kanë qenë ma dishëm më të mençur? Jo, nuk kanë qenë ma dishëm, po kanë manipuluar me elektoratin, që është një fatkeqësi, që unë duhet jem kryetar i komunës Gjakovës, për gjithë banorët e komunës Gjakovës, nuk duhet jem i manipuluar nga një grup ku një ka votu deri 92-a siç ka ndodhur komunën tonë. Zoti Lekaj, keni manipuluar ju me zgjedhja? Sa i përket asaj që a ka keq përdorime në vend votime, unë mendoj që e kanë thënë më së miri qytetarët e komunës së Gjakovës, sepse nuk është ndonjë diferencë e vogël prej 1000 apo 2000 votave apo 3000, por është diferenca prej 12000 votave. Prandaj unë as që duhet mirë me këtë dhe mendoj që gjithë ajo që unë jam i relaksuar e kanë thonë qytetarët do thot me 17 nëntor.
Zëni Araqia po thotë që Zëni Lekaj po thotë që nuk është puna për 2.000 vota dy katune, po është 20% koma. Zakonisht nuk i përdori fort letrat, po mas e orë tash me letra dhe duhet mi dokumentu. Unë i kom gjitha paraleleve këtu që kanë votu, në gjithdo paralele, unë nuk e di në cilën shkollë, banda qytetit të më ka mujtë Zotin Lekaj, asë një përvet me një paralele zëkërare ku ka pas manipulime dhe ku më byllë dera, edhe thash, si tash me herët ku kom Novosel, në shkollën Gjergj Fishta në Bishtashin, edhe në Ervzi Pulan do Blebar. Unë nuk e më anku këto paralele, po është anku partia Zef Mojnës, partia Demokristjane e Kosovës, për integrim që është, edhe është anku AKR-ja, nuk është anku LDK-ja. Po dhe me thonë që s'ju kanë marrë votat juve në këto, kanë marrë votat AKR-s edhe PSDK-s, nëse ka pas keq përdojnë. Më falë, në gjitha paralelet e qytet që është votu, vetëm 12 vota janë pableshme për kryetarët komunës. Kurse ta marrë është një shembull, në Novosel të efrëme, 145 vota, për kryetarët komunës në shpallë pableshme. Jenë bërë 2 rëmullake, edhe tash fatkesia se një antar komisioni ka është ta spjegon, kur kanë dalë gjitha manipulime se që shkanë dollë, si në Novosel të efrëm, si në Kerlan për shembull, ku 98 votat pableshme mu kanë shpallë, ose në fshatin Shqiponje, në bi 25 mu kanë shpallë pableshme. Gjithë jenë 935, në basë komisionit lokal gjëllor, jo në basë asit Araqis. E kush i ka bo këto, apo e dim kush? Kush i ka bo këto? Kush i ka bo këto? Antarë të komisionit që kanë qenë në vend votime. Aty ka pas e LDK? Ka pas edhe LDK, po fatkeqësisht i kanë A i manipulu. ka bo LDK-ja vetë, i ka bo kundër të vetës a? E kanë manipulu dhe i kanë shantazhu me mënyra të ndryshme. Çdo ditë sot i kemi ankesat e tyre dhe me shkrim i kemi në komunë që edhe në parti që vinë edhe ankohen njerëz. Që është një fatkeqësi për shembull në Novosel të efrëme kanë votu 82% banorëve që nuk janë prezent. Fatkeqësia që nuk janë prezent. Sa vota i ka fituar Zotni Lekaj në Novosel të efrëme? 2400 Mirë, edhe ju Zotni Lekaj mund të reagonin këte, po e përfundojmë këtë temë të këshyrimtarë. Sa i përket kësaj, humë si gjithmonë mund mirët me thashet theme, unë jam mos e i bindur që procesi zgjedhor ka shku në nivelin e duhur, në mënyrë më demokratike dhe mendoj që çdo keq trajtim i këtyre zgjedhjeve nuk shkon në favor të qytetarëve. Pra po e citoj, sepse është vërtet, aty ku kam lind dhe jam arrit, do thot, nuk mund të më mund askush, por kom fituar bindshëm në Gjakov dhe unë mendoj që qytetarët e kanë thonë vetëm dhe unë fare nuk do t'isha ndalë këtë drejtim. Sa i përket qendra të votimeve, i thamë Zotit Haraqia që në qytetin e Gjakovës kom fituar në 80 vend votime. Vetëm në 7 ka fituar Zotri Haraqia, që e përshëndes dhe unë i përgëzoj gjithë qytetarët, edhe ata që me kanë votuar, mirë po edhe ata që kanë thonë, kanë menduar ndryshi. Prandaj, unë do t'jem kryetar i gjithë qytetarëve të komunës së Gjakovës. Po alvesh një sekund që ka mundësi ndërhy, ne kemi konkuru për kryetar të komunës Gjakovës, kemi konkuru për lagje, kështu që dihet që kandidatimi për kryetar të komunës edhe nuk kemi shkami potencuni që në komisioni për ankesa e ka pru këtë vendim për Lipovec. Komisioni për ankesa e ka pru këtë vendim për Novosel. Jone, komisioni për ankesa. Asaj përket elektoratit që sa ka votu prapë nga komisioni lokal. Me të ma spegoni në qilin paralele. Mere Mustafa Baki, Hajdar Dush, Mustafa Baki Jerej, Yll Morina, Mazon Kfuska, Bajram Curi, Kadri Kusari, Zeke Arezja, përveç 2 që kanë manipulu. Në qilin klas, në Rogov të Hasit, ku nuk ka mujtë? Vështë më të ma spjegon cilat paralele nuk ka mujtë. Sa i përket merë shkollën Bajram Cur, unë e kom 145 vota, ju i keni 75. Në qilën paralele, me numër, së unë i kom me numër, të komisioni, të kom lokal, unë si kom të mija to. Ata pranoj që në Rogov keni dalë fitimtar. Me kom dalë që këtë qytetin, jo që Rogov. Edhe atë ku i kemi manipulu. Po shqyqojmë shka me nojnë qytetarë. Zoti Kurhasku, shka me pyetja ju e parë, urna. Une nuk do të isha hi se kush ka manipulu. Jemi ku jemi, janë 2 kandidatë, shka do të pyet? Une kisha pyet konkretisht për tanë. Kroniza afatmesme e buxhetit Gjakovës për 2008-2010 përcaktohet rritje vetëm 100.000 euro në vit. Çka do të thotë janë pagat e 3 ministrave të Kosovës, aq sa 160.000 banor. E kisha pyet zotin Haraqia, nëse bëhesh kryetar,
A do ta kishe Jo, pranu? pyetjet për të dytë. Po, për të dytë. Pyetje për të Po, dytë? për të dytë. Nëse bëhesh kryetar dhe votosh, a do ta kishe pranu këtë kronizë dhe vendimin e asamblesë komunale me rritje vetëm me 100.000 euro në vit? Dhe ju, zoti Leka, në që formë do ta kishi rrit këtë shumë pasi që asamblea komunale ka marrë vendim për përcaktimin e kronizës afatmesme bugjetore të Gjakovës. Për kujdes, unë për sinceritet për ta shpjegoj që 3 ministra nuk i marrin 100.000 euro në vjet, torna personale, unë e kam vetëm 935 euro si ministra kom pas rrogën dhe mund ta dokumentoj edhe në bank, asaj për këtë hyrave vetanake, që korniza afatmesme nuk obligon nga niveli qendror, por me në bazë dijenisë dhe gjetonisë së pushtetit lokal mund të realizojnë bugjetin të arrit edhe 5 fishin. Njëjtën kohë, unë e kom pas rast të jem kryetari i qeverisë në komunën e Gjakovës, ku ka qenë 1.300.000 euro bugjeti për investime kapitale, për 2 vjet i kom bën 21 milion investime në komunën tonë. Në të ardhmen sa do t'i rrisni? Unë besoj, për arsye që Gjakova ka një perspektivë të jashtëzakonshme, unë besoj që bugjeti komunal për investime kapitale minimum do të jetë mbi 8 milion euro. A i besoni? A të besush me kjo të shkojnë të kandidatit tjetër vetëm du? Sigurisht që nuk e di kush do të fiton edhe kuj duhet besuar. Por në këtë rast, kur thuhet 8 milion euro, ta dëgjojmë zotin Leka se sa do të arrit këtë. Mirë, zotni Aracia 8 milion, ju zotni Leka i sa do të arritni edhe a do të pranoni këtë? Sa i përket asaj që thot zoti Haracia, unë mendoj që nuk duhet që të shkohet me vullnet një kryetarit komunës, po janë disa rregullat të shkruara që bëhen marrëveshjet mirë kuptimit mes do thot Ministrisë Financave, Qeverisë Kosovës dhe kuvendeve komunale dhe duhet të gjitha hyrat të paraqiten. Sa i përket kornizës bugjetore afatmesme, unë mendoj që shumë pak mund të bëhet, edhe sa do që mund të hyrat vetanake të shtohen, nuk mund të arrijnë 8 milionin, por unë gjithat do thot forcën, profesionalizmin tim do të bazoj në bazë të objektivat, menaxhmentin në bazën e objektivat dhe unë mendoj që është reale, sipas gjitha parashikimeve dhe analizave analitike që i kemë bërë, do thot për 2 vite mund të rritet maksimumi 25%. Dhe jo me tepër, sepse 8 milionë 25% mund shkohet deri në 3 milion euro për 2 vite. Mirë, po 8 milion nuk e dije nga mund të hynë. Sa i përket, po unë e bazoj gjitha që e kom bërë në jetën time, jam në fakte dhe argumente dhe nuk duhe para qytetarëve që të bëjnë lojna. Prandaj, gjithë këtë që e tham në bazës e menaxhmentit në objektiva që i kemi. Ndërsa, sa i përket donatorëve, unë mendoj që këtu mund të lëvizim shumë dhe mbaret mekanizmi dhe lidhja që i kemi me zyrët e huaja. Unë dhe të steve që dhe pak këtu që ka mundësi. Unë nuk du të bëj lojna me qytetarët e Gjakovës, për arsye se gjithë banorët e komunës Gjakovës e njohin si Aset e Arqia. Këto janë fakte dhe argumente që në investu në vitin 2003 dhe 2004. Për me njohin si vuqa me motor? Edhe si vuqa me motor më njohin, po më njohin edhe si Aset e Arqia me kravat, kur duhet tjetë edhe në raste protokollare. Pra unë e di që kom investu 21 milion euro në komunë Gjakovës për 2 vite sa kom qenë kryetar qeverisë. Ato në argumente. Haracia po thotë që ka mujt mi gjenë kaluar momentet të tame. Me vjen keq kur thot zoti Haracia 22 milion. Në çka ka investuar? 21 milion. Me vjen keq, por nëse merrni që keni përmend 120 kilometër që keni shtruar rrugë, llogariti ka 100.000 euro maksimumi kilometrit, bojnë 12 milion euro. Dhe 50% i komunitetit që ka investue, llogaritë do thot sa 6 milion euro. Ku janë tjera? Derta veç të këtu, që nuk ka shkambetar keq, s'ki nevojë me thonë mu e vije keqis, pa arsye që ty duhet më tarë mirë, se në bua të investime në komunë Gjakovës, edhe gjetonia ime ka qenë, unë e mjetët i kom marë, kuptohet se shumë kush për i kesh përdorë, për thotë ato që unë i kom siguru këto mjetët tatim paguzë, për normal tatim paguzë, se unë si kom marë për atë e isle marashis, për në tatim paguzë, po kom investu. Bashkëpunim me Korin, është për ndjem, që ndjem shumë indëruar, që kom prindë. Kështu që këto gjitha donacionet unë e kom hapë me zyrën e resurseve njerëzore, ku në atë kohë ne kemi fitu grandin nga UNDP-ja
nga Undipia kemi formu e kemi fitu grandin edhe nga shumë OEQ tjera që kemi formu zyrën për resurse njerëzore që ka qenë pranë zyrës Krushevit. Për njëjtën kohë, unë e kom pasur edhe një fat mirë, Gjetonia, që mencionia që po të mësut më herët, ka qenë që me ushtar, po që ma kujtove, për mos më harru unë, që me komandantin e KFOR-it, komandant Grikon edhe komandant Savarezën, shumë rrugë tjera i ku më ndërtu. Për arsye se 50% e punës shkon punëdore, kurse 50% kushton materiali. Përfundimisht po shkojnë pyetje tjera. Nëse më lejohet vetëm këtu, mu nuk më bie keq që është investu nga kushdo në Gjakov, sepse aty përfitojnë qytetarët. Mirë po të bëjsh lojna me 21 milion që nuk është reale, është e tepër. Prandaj unë e tham me plot përgjegjësi para qytetarëve që nuk janë investuar as 7 milion lere mua 21 milion. Unë e di në një që ekziston sot 142 km, se 120 ja vëshën nga bukë shëlltar, sa kanë njëftu mirë, 142 km janë investu në komunën e Gjakovës, edhe sot komuna e Gjakovës e vetë nga komunën Kosovë që ka hapësirë shkollore për çdo kohëzanci 3.8 metra katrore. Nuk ka fshat që s'ka shkollë, nuk ka lagje që nuk ka shkollë. Edhe me paramasë europiane duhet t'jenë 5 metra katrore, dhe unë besoj që vitin e ashtë në punë 2008 që do të realizoj me paramasë europiane që t'i ketë që kohë. Ndërruar kandidat atja, japin pak fjallin? Që ka nërë të tu? Urna, vazhdani me pytje. Edhe unë duat ndërlidhen me temën të cilën e diskutuar deri më tani, edhe mendoj se nuk është për momentin nuk më intereson mu ndoshta edhe gjithë qytetarëve të komunës Gjakovës ajo çka ka qenë më parë. Ajo çka më intereson mu dhe të tjerëve është perspektiva antarme. Ju diskutuat edhe i datë disa shifra se sa ka me qenë rritja e buxhetit, sa paramendoni ato. Mirë po prapë unë nuk besoj në situatën e tanishme dhe për momentin, kur e shumë mirë e dim se çfarë ekonomie shkatrume kemi, kur e dim çfarë papunësie të madhe kemi, kur e dim atë buxhet shumë i varfër që është. Dhe çka është pyetja juaj, zonja Kesari? Pyetja ime është se çfarë do të bëni ju me ato programet e juaja, nëse vini në pozitën, kjo pyetje ju parashtrohet zotrit Haraqia dhe zotrit Lekaj, sa i përket zhvillimit ekonomik, edhe çfarë do të ndërmerrni për shoqëritë aksionare. Zotri Lekaj Spari. Po, sa i përket kësaj pyetje, unë mendoj që ne kemi programin zgjedhor, kemi programin politik dhe programin për zhvillimin ekonomik. Unë mendoj që në këtë drejtim jemi fokusuar në ekonominë familjare dhe me subvencionim të gjithë atyre që kanë hapësirë për të vepruar, ne do të jemi afër tyre. Subvencionim çka? Me buxhet, do thotë të afaristëve, do thotë që janë suksesshëm. Unë mendoj që dihet që ekonomia e Gjakovës është pothuajse shumë e shkatruar. Dhe vetëm këtu mund, nëse mirëmi sa i përket bujqve, unë kom menduar që subvencionohen në 3 elemente, në farë, do thot në derivate dhe në plehra. Dhe si mund të bëj këtë? Unë kom darë 200.000 euro për vitin 2008 dhe në këtë drejtim do të shpallet një tender për gjithë këto 3 elemente dhe subvencionohen bujqit, që t'ju jepet hapësirë ata që të punojnë tokën. Tjetra, sa i përket bizneset të vogla, do thot dihet që shumë rrugë, shumë lokacione në qytetin e Gjakovës sot nuk funksionojnë. Pse? Unë kom menduar në këtë drejtim të fokusohemi, do thot nëse e marrë një qarshin e madhe. Aty për mi 182 lokale janë të mbyllura. Pse është bërë këtë? Sepse nuk ka ndonjë veprimtarie që i shtyn qytetarët që ta frekuentojnë edhe atë. Unë mendoj që me hapjen e ndonjë banke, me hapjen e ndonjë biznesi që është tërhec në atë lokacion, do thotë në gjatë. Ta marrë për shembull një bankë, për marrë Raiffeisen Bank. Do t'i lutem edhe do t'i them që... Si ta marim, a dim që do t'hapet as do t'hapet, se Raiffeisen mund vi vetë dhe pa qenë ju kretar. Do thot, duhet që bisedojmë me ta dhe të ofrojmë në këtë mënyrë, që t'i joshim qytetarët edhe sidomos. Për shembull, kom menduar në Gjakov janë dikun 382 trafika, që janë deri me tani shumë pak kanë paguar. Dhe tani, lokalet afariste që janë aty, unë do t'i thras
dhe do t'ju tham, do t'ju subvencionoj dhe këto trafike për t'u larguar nga qyteti që e kanë shëmtuar dhe do t'ju ofroj lokalet e tyre që do t'i subvencionohen me buxhet dhe janë nda 140.000 euro. Kështu që në këtë drejtim do të ngjallet ajo rrugë. Tjera, për shembull, do të bisedojmë me bankat që do thotë rrjedha sistemi bankar të ne është mjaft i brisht. Prandaj është shumë vështirë që të parashikohen do thotë edhe ulje sa mata. Mendoni që do ta keni për krahun e asaj banke nëse sistemi bankar është i brisht? Unë mendoj që do të bëhet një zgjidhje në këtë drejtim, se do thotë unë do të kërkoj nga gjithë do thotë përfaqësues e këtyre sistemit bankar që tulen dhe nëse është nevoja të mbështeten me një kamat fare duhet për t'i investuar dhe për t'i mbështet këta afarista. Plani ju ekonomik, që do ta zhvilloni ekonomik? Për mirë që pyetjet mos më marrë të kaluara, po duhet për të ardhmen parasysh se qytetarët shumë janë të interesuar me ditë të ardhmen e vet se me ditë biografitë tona. Kështu që edhe unë jam interesuar pa të qartë. Ne si Lidhja Demokratike Dega Gjakov e kemi bë projektin që do të krijojmë fonde investive lokale, ku do të jenë partner komuna, donatorë, që do të krijojmë edhe investitorë lokal. Që do ta krijojmë një fond. Parasysh se komuna ne kemi pas rastin thash shumë më herët në vitin 2003 ku kemi fitu projektin me UNDP-n, edhe kemi bënë një studim zhvillimor ekonomik në Novo Mesto në Sloveni, ku kemi qenë një grup prej 12 anëtarëve që kanë qenë edhe organizatat qeveritare edhe komuna. Këtu kemi sjell përvojat e tyre se si thithen fondet. Parasysh se fondet mund të thithen shumë lehtë, parasysh se gjitha shtetet që në inkuadrojnë Bashkimin Evropian janë të obliguar në 12% hyrave tyre, taksave tyre, të japin shteteve që presin në inkuadrojnë Bashkimin Evropian. Kanë nga dhonë Gjakovës, parasysh se unë kom pas fatë që në vitin 2004 në vënë antar i Dexias, një bankë botnore që është, ku kemi investu si komunë i Gjakovës në atë kohë 5.000 euro e mi vë antar, ma atë moment që të kryes statusi Kosovës, ne do t'jemi antar drejt për drejt dhe do t'kemi kredi 20 vjeqare me kamata 2-3%. E çka do të bëni me këto kredi? Me kredi këto që thash, fatmirësisht ne për zhvillimin ekonomik i kemi shumë qartë dhe shoqëritë aksionare që do të kërkoj. Ju kujtohet për vitit 2003-2004 ku kërku nga Lamzrofi në atë kohë që të përmbahet ligjshmëria e gjitha shoqërive aksionare, caktohet statuti tyre, parasysh se me statutin e tyre gjitha ato mjetet do të mesin në komunën e Gjakovës. Komuna e Gjakovës sot ka mbi 50.000 metra katrore zonë industriale ku mund shfrytëzohen ku janë sot bosh. Edhe mund të joshim tash me krijimin e fondit për investime lokale, mund të thithim edhe donatorët edhe investitorët lokal. Asaj për këtë çashis vjetër që duhet patjetër të joshit çashia vjetër, unë e komandoj që zyrën e kryetarit komunës edhe komplet administratës ta kemi çashit vjetër, jo në objektin ku është ekzistuar. Se keni bërë deri tash? Nuk e kemi bërë që kam qenë kryetari komunës, po kam qenë ministër. Në kohën kur keni qenë kryetar komunës, në mandatin e ju të kaluar? Në mendoj parasysh se në atë kohë ka qenë në kompetenca shumë më të mëdha të mikut, kurse sot nuk dia keni lexuar, më rregullore në re 2007 si për 30 që është aprovuar nga zoti Ruker me 16 tetor, kompetencat e kryetarit komunës janë shumë më të qarta edhe shumë më të qëndrueshme. Edhe në komunë Gjakovës nuk ekzistojnë 337 kioska, për diku 437 kioska, nga 437 kioska që thirren për raste sociale, veç 43 janë raste sociale, gjithat janë teatër shumë me qëra. Mirë, po vazhdoj me pyetje tashme Ndi Sylak, pyetja juaj. Unë i dëgjova dy kandidatët, folën për miliona, për projekte, për investime, po tash e kisha vënë pyetje për qasjes prej Prishtinës në Gjakovë. Gjakova dikur ka qenë vend që e ka udhëheq Kosovën, s'ka pas kompani publike që se ka pas në Gjakovar menaxhershë, financa ose diçka. Sot Gjakova nuk prodhon kurfar kuadri. Në Prishtinë Gjakovar së njohin si kamariera, për shembull punojnë një shumicë e madhe e kafeve të Prishtinës, punojnë kamariera Gjakovart edhe si këngëtar. Do të thotë gjithë këto projekte, gjithë këto investime cilat të përmendin, miliona buxhet, me çfarë kuadri do ta ngrit një Gjakovën? Edhe çka do të bëni për Gjakovën në ngritjen e kuadrit të pas parasysh një pjesë e madhe gjakovare veç ka fillu çdo ditë më shumë mu shpërnguar në Prishtinë
Mos flas për edhe zanatli, do të derbera, kasap, jëmbajt të Prishtinë, po edhe që i përmena shumica e kafeve këtu janë kamarierave në Gjakovar. Çka do të bënë ndërtimin e kuadrës? Sa i përket kësaj çështje, është e vërtetë që Gjakova gjithmonë ka pas kuadro që kanë udhëheq vendin dhe mendoj që është ardhur koha që të ndryshojnë. Mirë po për 7 vite unë nuk jam fare i kënaqur me atë çka është bërë në Gjakovë. Këtë kemi dëshmuar me 5 muajt e fundit. Unë pas marrjes së përgjegjësisë si kryeshef i ekzekutivit, dhe thot ka një qasje shumë të drejtë edhe në resurse humane edhe në zhvillimin e Gjakovës. Dhe është kthyer një besueshmëri e frikës e qytetarëve ndaj pushtetit lokal. Kur është kthyer ajo besueshmëri? Që 5 muaj. Do thot pas marrjes së përgjegjësisë time si kryeshef e ekzekutivit. Sa i përket ne kemi edhe kuadro janë ato që do t'i mësoni ju. Unë mendoj që vend në Gjakovë do të kenë vetëm kuadrot që kanë dije, kanë guxim dhe duhet që me të vërtet ta ndryshojnë qasjen e menaxhimit. Kush janë ata? Deri me tani me keqardhje them që nuk janë marrë fort me kuadro dhe me resurse. Unë do t'i ftoj gjithë edhe ata që kanë krye studimet jashtë vendit, edhe ata që sot bredhen rrugëve të Prishtinës dhe bashkarisht do t'i qasemi Gjakovës që me të vërtet Gjakova ketë një qasje menaxhimi. Po si do të kuadro prej kamarierave, që do të bëni menaxhera? Nuk mendoj që kamarieri do ta merr pozitën e menaxherit. Mirë po, ne kemi kuadra të shkolluara. Ku janë? Janë, do thot, në Gjakovë ekzistojnë mjaft që kanë krye magjistraturën në menaxhim dhe janë kandidatët të cilët njerëzit potencial që mund ta udhëheqin Gjakovën dhe në këtë drejtim do të ketë vend për ata njerëz. E jo për njerëz që kanë blerë diploma, jo për njerëz të cilët nuk kanë pas qasje fare në menaxhim, jo për njerëz të cilët nuk e din anë e menaxhimit. Ata po kyçin qeverisjen qendrore, do të thotë, okay, le të vazhdon zoti Araqia, po Gjakovarët e shkolluar, do të thotë Gjakovarët e përgatitur që kanë studiuar jashtë kohëve, ase ata zakonisht po vinë në Prishtinë, po kyçen pro kreditin. Si zoti Araqia për shembull. Është plot Gjakovar, do të thotë shumica Gjakovarë që merren me financa sot punojnë pro kredit. Nëse të kesh pro kredit e një. Po vazhdojmë veç ta ndijojmë përgjigjen edhe mund të ignorojmë. Unë kisha më thonë që nuk është këta nuk qëndron që Gjakovarët punojnë vetëm kamajera, ka Gjakovarë dhe ministra si unë edhe Ardian Gjini që jemi edhe sot. Edhe shumë. Po jemi në Kosovë, po dhe Gjakova pjesë e Kosovës. Unë e kum bashkëpall Republikën Autonome të Gjakovës, po se kum shpall muda, nuk e kum shpall për muda për Kosovës, po për AKB-s. Unë nuk e kum shpall për atë çfarë. Kështu që ka pas mjaft Gjakovarë në institucione dhe shumë zyre ndërkombëtare. Po sporin Gjakovarët e shkollur në Gjakovë. Po vetë ta përfundon lutma që ka mundësi që ki do. Unë burra dhe ata çuna që punojnë kamajera në për restorane ose në për kafeteri, pa arsye se gjithë janë sot studenta, edhe për një ekzistencë tyre familjare, ata punojnë orë të vona në për kafeteri ose në për restorane. Shumica prej tyre dojnë më kthyen në Gjakovë se është tash mizerje për punë. Do të kthehen në Gjakovë pa arsye se ne si Lidhja Demokratike e Kosovës kemi para që të hapim universitetin në Gjakovë, ku do t'i japim 5 dek të universitetit, edhe ku do të shkollohen. Edhe në Prizren keni plantuar si LDK, edhe në Gjakovë ku më përpara. M'fal. Decentralizimin me siguri e ke lexuar decentralizimin, edhe plani atisore të parashës që ato komuna me specifikat veçanta mund t'i hapin dek e posaçme. Çfarë gjuhë do të hapni? Edhe ne do t'i japim gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe do t'i hapim. Decentralizimi përmendet për dosena tjera. Po decentralizimi për në gjitha çështjet, jo vetëm në çështje arsimore, por edhe në çështje shëndetësore dhe financa dhe gjitha. Kështu që sa i përket ne do të kryejmë kushtet që studiojnë në Gjakovë. Pra, në Gjakova dihet që kemi jap kuadra edhe për Prishtinë si sta, edhe për prokredit, edhe për zyre ndërkombëtare që ka jashtëzakonisht. Po arrini me shfrytzu për Gjakovë. Jemi të shfrytzu për atë arsye ku thashë kum pas buxhetin 21 milionë euro në Kovur. Do të thotë që njihen si kuadra ata veç janë angazhuar, domethënë kompani private këtu në Prishtinë, po jo në Gjakovë. Gjakovë nuk po ndodh
Ajo, për shembull unë Problemi ka qenë Valan që ka mundësi, mendoj. Problemi ka qenë rreth statutit të shoqënive aksionare. Statuti tyne nuk ka qenë i zgjidhur. Dihet që në Gjakov kanë punu diku mbi 15 punëtor, edhe shumë kuadra për ju që nuk u zgjidh problemi shoqënive aksionare, janë dalë jashtë Gjakovës, edhe shumë për tyne janë dalë në profesionet të ndryshme. Kjo ka qenë fatkeqësia, por nuk do të thotë unë çdo ditë më tepër për bim na që kom pas dhe që kom brojt shoqënitë aksionare, për arsye se edhe pse janë privatizuar përveç IMN-s a ka funksionuar dhe në kohë servis, po dhe tash që u privatizu a ka funksionuar. Kurse në pej për shembull privatizimi që ka ndodhur, asgjë nuk funksionon, as Nissan nuk u hap. Kështu që jam shumë i lumtur që kom brojt shoqënitë aksionare dhe që i broj ende. Zoti Muskull, po lidh me këtë. Unë kisha ndërhyr para se t'ja bëj edhe një pyetje dhe një pyetje për zotin Araqia dhe Leka, kisha dashur. Është një trashëgimi e njëjtë apo një surprizë që të themi e ngjashme Shkodra me Gjakovën. Nuk du themi ashtu konkretisht. Shkodra për 3 gjenerata është largu dhe është shku në Tiranë. Do të thotë edhe Gjakovarët largohen, po jo në mungesë perspektivës totale të themi ashtu, se edhe në Gjakovë bëhet diçka, mos thuajmë si gjithçka. Edhe Araqia ka punu, edhe zotri Leka ka punu, edhe të gjithë. Mirë po, gjendja emergjente ka bërë ato që gjithkush të shkon aty ku e ka vendin dhe sigurisht që Gjakovarët e kanë gjetë vendin në Prishtinë. Ndërkaq, deshta ndërhyj këtu. Zotri Araqia dhe ju, zotri Leka, a keni mundësi për shikuesit e televizionit të Kosovës, po edhe për Gjakovarët, na cekni 3 projektet më prioritare që momentin kur do ta merrni karriken apostolin e të parit të komunës Gjakovës, dhe si në pyetje, a jeni shliru nga urdhrat e prorëve të qendrës partijake? Mas pari zotni Leka, urdhna. Po, sa e përket projektet, ne kemi një qasje, do të thotë në administrat, do të mundohemi që të kemi një administrat profesionale, të efektshme dhe në shërbim të qytetarëve, do të thotë një zhvillim ekonomik afatmesëm, sepse dihet që ne sa të na lejojnë hapësirat buxhetore dhe thithjen e donatorëve në Gjakovë. Po cilat projekte? Do thotë ne kemi menduar që spari të investojmë në infrastrukturë, sepse më të vërtet këtë e meriton Gjakova dhe duhet, do thotë infrastrukturën rrugore, kemi në ujë pijes. Pse e tham këtë, sepse shumë në qytete, do thotë dikun 50% rrugëve janë pak të asfaltura dhe janë me gropa. Kjo nuk do të tani të fokusohemi dhe të kthehen mbrapa, por unë mendoj që këtë do të investojmë. Qendra e qytetit, do thotë ju e keni parë vetë dhe pothuajse është në terë, dhe fare nuk i përndan një qytetit. Do të jetë në terë, po thoni po premtoni? Jo, premtoj dhe ajo unë për 2 vite nuk do të mbetet rrugë pa u asfaltuar. Tjetra asnjë rrugë për 2 vite s'do të mbetet pa u asfaltuar. E tham para qytetarëve dhe këtë do ta bëj, sepse i kemi projektet dhe gjatë fushatës i kemi prezantuar. Ajo që është më rëndësie, në shekullin 21 qytetarët nuk kanë ujë të pijes. Ndërsa hidrosistemi Radoniqit e shfrytëzojnë vetëm 49%. Do të investojmë, nuk do të shkoj sikur qeveria ma pashme, do thot e marë reken e keqe, ku i kanë humbur 480.000 euro, nuk dihen ku janë, dhe firma në fjalë plus 150.000 euro. Në mandat juaj qytetarët e Gjakovës të gjithë do të kenë ujë nëse ju bëni. Të gjithë do të kenë ujë të pijes për në fatin 2 vjeçar. Dhe do të përkrahen, do thotë zhvillimi ekonomik sa në lejon hapësira buxhetore. A do të lironi për urdhrave partijak? Sa i përket asaj asnjëherë nuk kam qenë në urdhra partijak, sepse nuk do të dal nga vetvetja dhe unë jam njeri që me profesionalizëm dhe me gjithë në dëshmërinë time do të jem në shërbim qytetarëve. Pse e tham këtë? Sepse edhe profesioni im, edhe si menaxher, edhe si mjek, do më thonë që të jesh në shërbim të tjerëve. Prandaj këtë asë që mendoj fare se do të kemë Zotni Araqia, 3 projektet e juja dhe urnat partijaka do të respektojnë. Sa i përket urnave partijaka, është e vërtet që unë politikën e bëj nivel qendror, në Prishtinë si amantuar kërësisë qendrore. Sa i përket
detyrës që do ta marrë antarë në sekretari i komunës, atje do të jemi shërbim qytetarëve dhe nuk do ta bëj politiken, parasysh se politika bëhet për shtinë e Jon Gjakov. Sa i përket prioriteteve, janë 3 prioritetet lidhjes demokratike Degës në Gjakov. Prioriteti i parë është mirëqenia e familjeve të zhdukurve, martyrëve dhe dëshmorëve. Prioriteti i dytë është çështja ekonomike dhe prioriteti i tretë është çështja e arsimit, edukimit. Çka do të bëni për familjet e zhdukurve? Familjet e zhdukur së pari do t'i marrim edhe kontratën që kemi bërë me Raveshtin, me kuptimin që kemi bërë me Tiret e Nënave dhe me 27 prillit meje, për gjithë ata që nuk kanë strehim, që t'ju krijojmë kushtet për strehim, për arsye se komuna ka kapital, pasuni patundshme, ku mund t'ju sigurojmë objektet banimit, në njëjtën kohë për çështje shëndetësore, që mos të lypet familjeve dëshmorëve dhe të invalidëve të luftës, ose të familjeve zhdukurve të lypet për një vizitë të mjeku 10 euro ose 5 euro, por do t'jenë në Institutin për Shëndetësi Publike dhe në qendrën Isa Greza, ku do të vizitohen pa pagesë, në njëjtën kohë edhe në vitin 2004 ku pasas që gjitha këto familje të lirojnë nga tatimi pronën dhe nga taksat që kanë qenë në vendin komunal. Sa i përket çështjes vakcinore, thash edhe më herët, për investim në ekonomi, krijojmë fondin për investime lokale, ku dihet që ka dhe një infrastrukturë jashtëzakonisht mirë Gjakova, do të krijojmë edhe zonën e lirë doganore në komunën tonë. E treta është, siç e thash edhe më herët, krijimi i kushteve për hapjen e 5 degëve të universitetit, 5 degëve të universitetit të ndryshme që do të jenë degë në Gjakov. Në njëjtën kohë do të krijojmë edhe një fond për çështjet kuadrave që janë deficitar. Dhe ju zëni Lekaj, cilat janë 3 prioritetet e juja, edhe unë mendoj që prioriteti i parë është infrastruktura, prioriteti i dytë është do të thotë zhvillimi ekonomik, mbështetja e ekonomive familjare dhe prioritet i tjetër që është shëndetësia, arsimi dhe shërbimet publike. Faleminderit. Pyetja e ardhshme vjen nga ju, zonja Kusari. Urna. Pyetja ime është ka të bëjë me arsimimin, domethënë edukimin. Edhe jo vetëm i cakët prioritetet e juja, ju vetëm Zotri Leka e tregoi edhe afatin gjatë 2 viteve që qita rrugët e qytetit domethënë do të jenë të asfaltuara. Më intereson me ditë se a i keni siguru buxhetin ju për infrastrukturë rrugore. A mjafton buxheti komunal, mirë po a i keni buxhetin për 2 vitet të ardhshme për mi përmbyll krejt ato që ka thata dhe që përmtut. Ndërsa Zotri Araqia, ato 3 prioritetet e juja që i ceket, më intereson me ditë sa i përket arsimimit edhe hapjes universitetit. Në çfarë rapati kohore mendoni nëse se keni me qenë në atë post, mi realizu edhe mi hap atë universitet, edhe a mendoni që do të shfrytëzohen parat buxheti komunal, apo i keni të siguruar aparat prej donatorëve tjerë, edhe do të realizohet për një afat caktuar ku ju vetë keni dhënë si prioritet. Sa i përket asaj që a janë siguruar buxheti për infrastrukturë rrugore, është i siguruar dhe do të investohet në qytet 1.200.000 euro, ndërsa në fshatra 1.400.000 euro, sepse do thotë kilometrazha është shumë më e madhe në zonat rurale se sa në qytet. Sa i përket mbështetjes, dihet se cilat janë përgjegjësitë e kuvendit komunal për do thotë shëndetësi. Zotri Haraqia e përmendi Institutin e Shëndetit Publik, po ndoshta ka menduar në Institutin e Mjekësisë Punës, sepse shëndeti publik nuk ofron shërbime shëndetësore, do thotë vizita për pacient, dhe unë mendoj që në këtë drejtim në soazat e buxhetit komunal do thotë gjithë buxheti është i siguruar dhe unë para qytetarëve them që gjithë premtimet që janë bërë gjatë fushatës do të realizohen me përpikërie. Dhe sa i përket asaj që universitetit do të ndërlidhsha pak këtuaj, 7 vite ka prit për një leje të pronës nga kuvendi komunal, kur ka pas përgjësinë edhe lidhja demokratike, do thot për fakultetin e edukimit, dhe për një fakultet nuk është dhënë leja. Pas marrjes së përgjësisë time, do thot është dhënë prona dhe është dhënë leja ndërtimit. Ndërsa vetëm pak do mund ndërlidh 2 milionë sa i cakë tash për infrastrukturë, domethënë keni sigurt ta.
A është fond i buxhetit komunal, Është a është fond i siguruar prej donatorëve të tjerë? Është fond, sa i përket rrugëve, është fond për investime kapitale. Nga të hyrat vetanake të komunale. Nga të hyrat vetanake të komunale. A do të mundëri me 2 milion që shtatë sa premtimin krejt rrugë me i botë me asfaltim me 2 milion? Gjitha rrugë do të asfaltohen me 2 milion e 400.000 euro. Mirë, e zëtë një Kështu arasia. veç dashta më ndërhy, pa që ka mundësi me ndërhy. Ko? Që ka mundësi me ndërhy, mu përmvje mje që 2 milion e 600.000 që jenë kënë gjitha infrastruktura, se 1 milion e 400.000 thamë fshat, 1 milion e 200.000 qytet me sa kuptova. Po buxheti komunal ka qenë 8 milion e 400.000, 464.000 këto kom raport nga Ministria Financa, nuk e kom raport timin personal. Këtë hyra vetanake dhe me sot që ka realizu komuna për hyrat vetanake që ka bas 1.480.000, ka realizu vë 795.000. E nuk di ku duhet më marë. Ne as grantin nga tatimin pro nuk do të afitojnë, për asyë se as 60% nuk e kanë realizu dhe me sot. Folim raporte Ministrisë Financave dhe të sajt. Nuk folim raporte individuale. Sa i përket infrastrukturës, komuna Gjakovës nuk ka nevojë këtë qyteti komplet ta përfshit gjithë infrastrukturë, nuk ka nevojë më tepër se 20 km të ndërtohen asfalt. Në gjitha, me rrugë Anton Qeta, me rrugë Londra, me rrugë të mrapa Gjateksit ku ka qenë, me gjitha rrugë që kemi mbatë dhe ekspertët tonë i kanë mbatë jenë vetëm 20 km. E universiteti? Më falë që ta përfundaj. Ku kom ditë për 2 vjet të ndërtoj 142 km, unë i garantoj banorëve të komunës Gjakovës që për 6 muaj do të ndërtoj ato 20 km. Asaj përket universitetit, degëve të universitetit, unë nuk do të jem partner me donatorët, ku do të ndërtojmë, komuna do të jep në huazim pronën e vetë për 99 vjetë. A do të jetë universitet privat a publik? Do të jetë edhe privat edhe publik, dyja do të jetë. Qështë edhe privat e publik? Që do të ketë ndërtesa, për shembull një degë e posaçme, për shembull mund të hapet e infermerisë, ose mund të hapet e ekonomikut. A e dini ka mu hapë? Po, në ditë gjitha. Ato do të shihni me 1 tetor 2008, si do të hapen komunën Gjakovës, dhe do të ndërtojmë qendër qytetit, ku është sot e izolune gjithë. Po vezgjeri do të bëhen me 8-in, tash me 4 tash tetor. Me 1 tetor 2008 do të hapen këto 5 degë fakultetit komunën e Gjakovës. Brenda vitit s'po doni tash me ndonë. Edhe publik ne kemi fakultetin e edukimit, A është e vërtetë që s'keni dhënë leje? Nuk është e vërtetë, para sy që nuk qëndron, fakulteti edukimit ekziston, në shkollën ku ka qenë dikur shkolla e lartë Barëm Curri, ato nuk e kom hapune, po kanë hap pi i sistemit kalun, edhe sot një pjesë të tyre kryjnë obligimit e shkollën Nimon Ferizi, po me hapin këtu në qendër qytetit parki, ku do të ndërtojmë universitetin publik, edhe do të jetë edhe parku i dëshmorëve për gjithë tranë të luftës gjitha konave në komunën e Gjakovës, ne do të ndërtojmë aty, parasysh që do të jemi bashkë partner me donatorë. Zotin Lekaj, dashët me thonë diçka? Po, sa e përket asaj që e tha 20 km, mbje mirë që përpuset me atë që e thash, dhe unë kom ndarë për vitin 2008 për investime, nëse saksisht e doni për infrastrukturë rrugore, 2.692.743 euro. Do thotë, në këtë drejtim, unë i thash nga të hyrat vetanake, janë 32 të hyra vetanake në komunën e Gjakovës, që në mënyrë analitike i kom llogaritur dhe me përpikrije do të përmbushin gjitha projektet në fjalë. Ndërsa, unë prapë e tham, nuk dua të spekuloj me qytetarët e Gjakovës, sa i përket hapjes së 5 degëve të universitetit. Unë e thash gjatë mandatit që kanë qeverisë, dhe unë nuk dije si zotri Haracia mbështetet në LDK kur i ka humbë zgjedhjet. Dhe prandaj do thot keni dal partia e dytë prej 40%, 38% keni ra në 17%. Dhe prandaj kjo është qytetare ka thonë vetën për mos punën e juj. Dhe unë nuk mendoj duke ofrue projekte në hapësirë i keni humbur zgjedhjet. Prandaj duhet të jemi real me qytetarët dhe unë duke u bazuar në bazë të objektivat që i kemi si parti, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës i ka fitue zgjedhjet në 3 nivelet dhe unë me zispres të filloj punën dhe të jem shërbim qytetarët komunës. Një sekund, sa i përket nivelit qendror kemi pas vetë knaqësi dhe është e vërtetë që jemi si subjekti i dytë politik. Po sa i përket komunës Gjakovës, nuk është e vërtetë që i kemi u zgjedhjet, po kanë manipuluar mbi 5200 vota, që çdo ditë tash që me komisionin për parashkrim sa ankesa. Po nëse janë 5000 vota prapë 20% që është më i madh. Po folim si partia, jemi ka folim si individ tash.
jemi të folë për kandidat për kryetar komune. Për kryetar Jeni komunës. 20% me diferencë. Do ta shohim me datën 8, për arsye se jam shumë optimist dhe për çfarë kam marr pjesë edhe në balotazh do të futna. Asaj përket kësaj që tha, që në kom, a çka programi jot? Po. E kam që të programin tonë, do të thotë 2.692.000 euro. Tyra komuna planifikune që i ka pas, për 1.400.000 euro, i ka veç 895.000 euro, që shpreje përqindjen 60.44. Nuk është asë të raqis kjo, që këmë bon për qëve, po Ministrisë Financa, pithësarit e këmë zërë. Nuk di ku do mi marë të marë. Me vjen keq, zoti Haracia që shprejhni kështu, do thot komuna e Gjakovës, tyrat vetanake, në vitin, në thënë vit e keni fjale. Unë me voli për si vjetë që 6 mujë kërshef. Që 6 mujë kërshef je. Ju jeni në qeverinë e Kosovës. Po jo, sa ki po tyra? Dhe nuk, me vje keq që nuk e dini, do thot se si funksionon qeverisja komunale. Tyrat vetanake, do thot mund të rritën, pse e tham këtë, se vendimi i fundit në asamblen komunale për vënien e lehtë të gjitha objekte që nuk e prishin planin urbanistik, do të arrisin përqindjen, mund të them 200% tyra vetanake. Dhe ketë e keni bërë ju, mirë po ato të holla fare nuk dihen që ku janë. Dhe une prapë po e tham, duhet ta njihni, do thot çështjen dhe qeverisin, menaxhimin, ti njihni rregulloret dhe mund të delni me shifra këto. Une nuk e thash, sa i përket donatorëve, unë mendoj që ta përfundoj, lutem, ta përfundoj. Sa i përket donatorëve, unë mendoj që jo 21 milion, por do të ketë shumë ma tepër për 2 vitet në komunën e Gjakovës, sepse janë gjitha projektet dhe unë nuk duhe para sepse ato janë donacionen nga jashtë dhe jemi në kontakt me gjithë zyret, po e tham, tuja dhe ata që janë të interesuar që Gjakovën të shohin ndryshe, do thot të investojnë. Por une jam bazuar në bazë të objektiva dhe menaxhimit dhe tyra vetanake në komunë. Këtë po e tham dhe jam i sigurt që ju premtoj qytetarëve. Unë e di një që fatkeqësisht për 1.481.000 që kanë qenë tyrat vetanake planifikune, kanë realizu 895.000. Nuk du mi në nëshmuas një komunë, po komuna Gjakovës tyrat i ka barazim me Lipjanin. Leme me komunat e njëjtës malsi. Sa i përket tatimit e në pronë. Tatimit e në pronë, në 2004 ka qenë komuna ma suksesme, ku kom qenë në kryetari qeverisë, ku i ka marrë 415.000 euro. Kurse zoti Leka që u dheq si kryetari qeverisë, nuk i ka 356.000. Këto gjitha janë nga thësari që i kumë zërë, dhe mundu të nëzërë në gjithë moment nga interneti. Kështu që asë njësën nuk i poli me shkujë, unë pata dojë me dëgju. Unë fa dojë me dëgju. Ti e relaksun, ki fitu pret pakës. Falenderit. Kështu që sa i përket tyrave vetanake, komuna Gjakovës ka dështu, edhe nuk do ta merr grantin qeveritar, nuk ka shans për tyra në tatimin pronë, për arsye me 356.000 në vitin 2007, kjo është një tmerr. Se si kanë realizuar 60% tyrave. Kështu që nuk qëndron kjo. Asaj përket këtu që vëdhët i ka objektivat, këtu në letër bënë gjithçka. Letra projekti mund është më shkruar gjithçka. Nuk kam dyshim. Keni program zgjedhor, po je mirë që 2 milionë që përdorni programin. Unë kam temin, po kam shumë thjesht edhe shumë fat. Unë nuk kam shumë mashtru popullatën, se po punu 2 vjet. Faleminderit që po mban. Programin. Unë mbaj programin tonë. Se do të shoh rezultatet, se nuk kam qef me thonë ata që s'mu e bëjnë. Unë në Gjakov, ku gjo me zdifë në di që ku tëta si të arqia po dhe po. Kejtë banorët e komunës Gjakovës e dina ka. Apo vazhdojme pyetje tash me tjetëm? Një koment shkurt? Një koment. Saj përket vetëm tatimit në pronë. Zoti Haracia është e vërtet që janë 365.000. 356? 56. Do thot dhe në mujnë shtator. Dhe janë edhe 3 mujnë që do të realizohet dhe ne Gjakova do të afiton grandin qeveritarë. Me vje ketë, nëse ju keni ndonjë shifër tjetër. Sa i përket atyre premtimet, unë prapë e tham, jam bazuar në bazë të objektiva dhe tyra vetanake në komunën e Gjakovës. Prandaj, në këtë edhe jam i sigurt në atë që e premtoj. Po, e si sekund. S'ka shka me tarë keqë, më stuj hiq mua me vije keqë, se s'ki nevoj me tarë keqë. Duhet me tarë të mirë, kom që ti i kishe do. Unë i kom muj për muj, tatimin në pronë.
Muajin e fundit nëntor i ki veç 14.731 euro. Muajin tetor i ki 19.230 euro. Fal. Unë kom pjesësar që 2007, që 2006, që 2005, që 2004. Gjitha këto dhona janë dhe në shtator. A është Ministria Ekonomisë dhe pjesësar. S'me shpekulu me unë kom shënime të sakta. Deri në shtator janë gjitha këto. Për gjitha ato që i thash publikisht, ma e përgjësine dhe për fjallin time publikisht. Po dëgjojmë një koment, pastaj një koment, se e kam obligim, ato edhe për du mi ndëgju prej josh, publikisht këto mi thonë se shumë pa premtani, edhe më ndoj që ato premtime keni mi mbaj, në bazë debateve të ndryshme, në bazë diskutimeve të ndryshme, në si shoshni civile, me komunitetin e biznesit, edhe me gjithë njerëz tjera atë, në bazë situatës zhvillimit ekonomik, se dy palët vetëm i shprehen ato, i shfalasin ato programet e veta, premtimet e veta, se si do të arrijnë ato. Pyetja është, përveç bankave, Zotri Lekaj, që keni mendu ju, nëpërmjet bankave, me ringjall ekonominë e vogël në Gjakov, marrim qashin e vjetër, e marrim atë pjesën të pazari, ku ato dyqane kanë betë paralizume, a mendoni ju, kjo është ide, nuk është ide vetëm e imja, mirë po është një kërkes e shumicës popullatës Gjakovës, a mundeni ju me premtu se vitin e parë, si qeveri lokale, do më thonë, për mi liru, mi kriju atë ambient, ato kushtet boleqme, për ata njerës që duhen me startu, me fillu një biznes, mi liru prej taksave. Me liru prej taksave. Mirë po, ti marim disa që ma në përgjizhin. Urna Valjan. Mirë, une e kom një pyetje tash ma detajume pak për Gjakov. Lagja Piskota dhe Brekoci, jenë dy paralagje Gjakovës, pas luftës aty ka qenë një popullim i shpesht, i shpejt, dhe të thotë edhe i demdër. Ka pas ndërtime kaotike aty, bile ka raste bash ku është ndërtu edhe mbi pronë publike, dhe të thotë mbi pronën e Erenikut. Çka do të bëni në këto dy paralagje që s'ka as plan, as ndonjë, do të thotë këtë çka është bërë aty, është bërë prej vetë iniciativës gjakovare. Mirë, të dyjat. Edhe një pyetje, bë? Është edhe një. Pyetja tjetër që menoj që i shkon edhe esenciali është saj përket privatizimit. Gjakovarët e kanë pas një e kanë nisë një proces paralel me AKM-n, dhe të thotë që ka pengu privatizimin në Gjakov, edhe njëna për arsye pse dikur ekonomia e Gjakovës shumë e bujshme sot nuk funksionon për shkak të mungesës privatizimit, që është njëna prej segmentës po them që janë tëra. Ju nuk e keni atë kompetencë, e di si kryetar komune, po çka kishit bëju me ndiku në privatizimin edhe kthimin e Gjakovës? Do thotë, a keni ju ndaj ide me a kthy Gjakovës që ato fabrika, që ato vende të punës, cilat i ka pas deri në vitin 1989? Mirë, fillojmë zotni Lekaj, 3 pyetje. Linda përmendi sa përket lirimit taksave. Unë mendoj që ka hapësirë për të vepruar dhe kjo do të ndodhë. Po cila është ajo hapësirë saktësisht? Do të lirohen nga taksat, sepse është në dobi të komunës dhe në dobi të gjithë qytetarëve. E që do të ambush një buxheti nëse komuna ambushit buxhetin për atyre partime? Tyrat vetanake janë 32 lloj tyra në komunën e Gjakovës, prandaj nëse ti mendon që të zvoglojsh, do thotë lirohet një lagje, nuk ndikon as në fryrjen e buxhetit të komunës. Dhe është shumë lehtë. Mirë, cilat lagje do t'i lironi konkretisht? Vetëm sa e përket qashisë së madhe, ne do të ndikojmë dhe në 2008 do duket ndryshe kjo lagje. Sa e përket ndërtimet, ne thashë që kemi pru një vendim në Asamblenë Komunale, ku është bërë, do thotë, do t'ju jipen gjitha lejet, gjitha objektet të cilat nuk e prishin planin urbanistik. Ne kemi ndarë në 3 kategori. Ato që nuk e prishin planin urbanistik, do të kenë dritën e gjelbërt, ato që janë vi urbanistike, por do të thotë mendohet që ndryshohet ai plan urbanistik, do të ketë ngjyrë gjelbërt që t'jenë lejet përkohshme dhe via kategoria e tretë e gjitha atyne që do të renohen, që prishin planin urbanistik, vijen që kanë uzurpu pronën e huj,
gjitha do të renohet, sepse prona është e shenjtë dhe në këto kategorie do të jem këmbgul dhe kjo do të ndodhë për 2 vite të ardhshme. Kompanitë shoqërore publike? Sa i përket privatizimit, unë mendoj që shoqëritë aksionare, këmbgulësia e këtyre njerëzve kanë pas të drejtë. Mirë po, duhet shqyquar edhe rjedhja e paras, edhe kapitalit të punëtorve. A ekziston apo nuk ekziston? Unë mendoj që vetë fakti i shoqërive aksionare është një qasje e gabuar e qeverisë Kosovës, e thamë përgjithësi, sepse buxheti shtetënor nuk fryhet dhe nuk pasurohet duke e blerë, por duke e vlerësuar pronën dhe duke shtuar kriter që biznismenët tanë që janë të interesuar do thot të marrin në zero, do thot në zero, dhe kriteret jenë, për shembull ta marrë Erenikun. Nëse duhet, unë e kisha vlerësue Erenikun në zero, kriteret që mrenda 5 vjetëve të punësojnë 1000 punëtor, të ketë ndërtim dhe të jepet hapësirë me një heri të investojnë. Jo që këto shoqëri, do thotë ndërmarrje që janë privatizu, sot mos të funksionojnë. I kemi në Gjakovë të cilat janë shndruar në deponi. Prandaj, kjo është një qasje që mendoj që ja vlen. Zotë Lekaj ka qenë dhe të ekzekutiv, ato ndërtimet pa leje nuk janë rëtru. Asë në bipronën publike të rënikut, edhe kjo që për thuni është spin-off speciali. Thojnë, dhe të kur te kur zën blesën për privatizim, për problemi është të vonimi. Sepse sot na dim, hina me një market, kena fruti, kemi fruktal, dhe të të langje, dhe që se të hajtë të tash që për marrë me Renikun, qka dhe të që të Reniku se qëfar konkurencët dhe ta kishtë në tregun e Kosovës, dhe të Gjakova është një problem këgjasi serial se ka hup një hap këgjasi të madhë, dhe të tash privatizohet e Reniku, po kujna i shet e Reniku më malë. Mirë, po e vazhdojmë, vetëm të i përgjigjëm sa e përket marrjes e përgjësis, pas marrjes e përgjësis time si kryeshef ekzekutivit, kanë filluar rënime dhe janë rënuar 2 objekte dhe është ndaluar sepse nuk kemi mundur tjera, sepse janë shumë kashë dhe mendoj që kishëm bërë një rregullim komplet të infrastrukturës. Pse e thamë këtë? Mirë po, unë kom shku në preventiv. Prej 187 ndërtime pa leje sa ka pas Gjakova, në mandatin tim për 5 muaj janë vetëm 2 dhe janë ndalue. Prandaj si preventiv kjo. Dhe pas për këto 2 vite do të mirët me të vërtet ajo që e spjegova dhe do shkon në favor të qytetarëve. Çka do të bëni për taksat? Sinqerisht nuk e di zoti Palme se ka keq kuptuar, ne semi të muajt për shoqë zëdhore as për Kaçanik, as për Lezon, as për Gjelan. Ne jemi të muajt për Gjakov. Ato jetojnë vetë bashkë. Edhe nuk mund të thuash se s'ka ndërtime pa leje se ka zakonisht shumë. Mas pari kin qendër qytetit që është falsifiku prona që u ble pikishës serbe, e dije që me ligje diskriminuese të vitit 89 asnjë pronë nuk ka drejt të tërsohet. Kur sot në qendër qytetit për 1 metër ka dalë me vitrina zotnia në qendër qytetit komplet vëshëbimin. 1 metër e sa e ka shëmbit në qytetit pa leje. Kurse e ki Turkana që ka të ndërton mrapa Krenës, objektin më të madh, edhe nuk mund të thush që i kin rënu ti ato 2 objekte që kanë qenë lumi Krena, po i ka rënu Ministria e Ambientit. Ministria e Ambientit. Po që ndërtime pa leje që ka bëhen, është mërë që ka bëhet. Tha që 187 Unë po alvesh një sekund ta përfundoj. 187 objekte tha janë pa leje komunë Gjakovës. Nuk do të thotë që objekti është pa leje deri në atë kohë ku vendoset edhe ndriçimi. Deri në atë kohë ku vendoset edhe ekspozitura e mallit është pa leje. Ti mundesh me ndërhyj dhe mundesh me rënë. Nuk ka vetëm tull kuqe pa leje, po mundesh edhe kulmin tu qi. Edhe tu bë izolimin. Gjithashtu i bë ti mundesh me rënë si objekte pa leje. Sa i përket edhe sot që është edhe fatkeqësi në bërë shkollës Mustafa Bakia, të që ka të ndërtohet pumpa benzinit, që zoti Pale di shumë mirë, e di edhe une bashkë me kolegët e vetë kjo e di kuja ka aplene dhe bas kuj u ardha aty, se si e duke vepru, por ne nuk du me hinë ato detale. Sa i përket taksave, ne kemi para pas si lidhe demokratike Dega në Gjakov, ne ato 132 lokale, që në qëshit vjetër do t'i marim, e në menagjim do t'i marim me qëra, vetë si komunë. Edhe do t'i japim tregtarëve të ndryshme, sidomos me artizanate, edhe me programe, me punëdore, gjitha projektet do t'i investojmë, do t'i subvencionojmë si kuvend komunal. Sa i përket që është një vakcinare, emdet që ndrejnë ata, edhe më shumë i binden, që më ka gjithë ditë ma tepër për vërtetohet që kumë pas drejt, jam shumë i lumtur për shembull sot elektromotori është një vakcinare,
Dugagjini është shoqëni aksionare, shumë shpejta, presim dhe këto tjerë, unë do t'i mbroj, edhe si kryetari komunës, tash me kompetencat e reja 2007 ty për 30, që ka ndru rregulloren 2045, kam kompetenca shumë të mëdhaja, edhe do t'i adresona AKM-s që gjitha këto prona të mesin komunë Gjakovës, parasysh se vetë njerëz që kanë kontribu ta marrë prindjen, ose prindi shumë qytetarëve dhe banorëve Gjakovës, t'i merë ato aksione, jo shkojnë në AKM të hudhen. Mu përmbja keq zoti Leka që tha se qeveria Kosovës nuk ka ndërhy me AKM, e di që partia vetë ka qenë edhe kryeministë, 3 kryeministra i kanë pas me këto Agim Qekin që është në fund, edhe plus Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, vetë partia aty në ka udhëheq, edhe kur nuk kum dëgju një kërkesë që ardhë qeveritë Kosovës nga kryeshefi ekzekutiv i Gjakovës për shoqënitë aksionare ose për pronën publike. Më duhet që pasi që ma përmend dhe emnin, mua në parlament prap më duhet që të reagoj. Unë e thash që gjatë mandatit tim vetëm 2 do thot ndërtime pa leje janë bë. Ndërsa 187 janë bë kur e keni pas ju përgjësi. Dhe unë e kom ndërhyje, mirë po për 5 muaj. Do thot nuk e thash Turkana, nuk ka ndërtohet. Nuk është ka ndërtohet. Nuk është ka ndërtohet. Dhe ju si qeverie keni pru një urnesë administrative ku ngrihet pozita e kryeshefit gjatë do thot 15 ditë. Dhe unë nuk kam ma atë përgjësi dhe nuk marr përgjësie këtë muaj. Prandaj përgjësia ime mbije atëherë kur do të jem kryetari komunës dhe ata shumë shpejt. Dhe pasandej do të flasim. Dhe ju mund pas mandatit 2 vjeçar mund të konkurroni dhe fitoni. Pa ato do të vendosë votuesi veç do është një sekundë. Jo dhe së dini ka të mëzyrë. Thatë që 5 muaj ditë kemi qenë kryetari qeverisë. 15 ditë të pas kanal Komisioni Qendror Zgjedhor me para zgjedhje deri me tani. Para zgjedhje, e di, do të nuk i drejt më shkon zyrë deri publikimin e rezultatit zyrtare. Jo dal çdo ditë. Nuk jam dal. Nuk po do më marr më atë çështje. Jo. E fal. Qendra qytetit të vërshëvimin qendër ku kanë bo falsifikim dokumentacionit me kishën ortodokse serbe e 98 që ka qitë Mom Stanojeviqi, gjithë atë pronë, kuvendit komunal, më falë, me sekundë, gjithë atë pronë, kuvendit komunal, që ka qitë... Jo, nuk është bërë në mandatit tim, është bërë në mandatin e... Ti mund është më ndërhy... E Hajdar Grezës. Po, me sekundë, ti mund është më ndërhy, si kryetari qeverisë, ti mund është më ndërhy... Unë e kom ndërhyje, kom ndërhy. Në atë sekundë që asit hierarkia vje kryetari komunës, gjithë pronën, publiket, kuvendit komunal do të konfiskoj, tankohet në gjykat. Ai e ka bo me vendim falsifikat me kishën ortodokse serbe, edhe sot ka dal 1 metër gjys jashtë objektit ekzistus. Ato mund është mendojnë. Zoti Haracia, ju i keni prije vllavi ju e ka bojë ndërtesën në pronë të huj. Qili vllavi? Në qendër qytetit. Në pronë të huj? Po. Që e keni rënuar. Jo, më keq. Më falë, e kuja konë prona kur e keni pas restoranin e ju. Unë e kom bon pronë gazmen domit, një e gjallë, është në Gjakov, më falë një sekundë, e kom pagu qiran, e kom kontratën, që kom pagu muj për muj, pi 300 euro dhe 700 euro. Nuk është përgjësia imja, ajo që e thoni tani. Falë, veç një sekundë. E ku pagu pi 300 dhe 750 euro. Jo, nuk është pronë tjetër ku jashtë. Pronë private ka zmen domë. Jo, nuk është. Ta dokumentoj me dokumenta si sikur. A mund Veç edhe një sekundë, është më falë, jeta, kërkoj falje. Përfundojeni. Ti si kryetari qeverisë, çfarë ditë që ki marr mandatin, çdo gabim që ka bëu asit Arqia, ose Hajdar Greza, ose Tomor Puza, ose Malush Tullumi, ti ki mujt me ndërhy. Edhe kom ndërhy. Nuk ki ndërhy kërkun herë. Kom ndërhy. Veç ka kalolzuar ndërhyre pa legu. Kryeshefi i ekzekutivit nuk ka të drejtë të nënshkruan, do thot leje për ndërtim. Mundet me ja pëlqim. Jo, nuk aprovohet. Aprovohet ndërtimi. Aprovohet. Mirë, po të trum 2 pyetje përfundimtare zoti Kurosku dhe zoti Syla, përfundimtare. Me ato premtime që dhe zoti Haracia dhe zoti Pali për këto 2 vjet, që 2 vjet janë 100 sa javë ka viti. Dhe jam shumë skeptik. Shumë skeptik jam në këto premtime. Përderisa qytetarët e Gjakovës, po edhe unë këtu, nuk e dëgjoj se cili është ekipi juaj përbërës që do të punoni, nëse ka mundësi edhe me emra. Ekipi përbërës? Edhe një pyetje të vogël. Me që e përmendet disa herë rregulloren 2007-30, janë kompetenca shumë mëdha për kryetarin e komunës. Dhe asnjëra parti nuk ka fituar numrin e mjaftueshëm të votave që ta
formoj qeverin, por duhet koalicion. A mendoni që do t'ja dilni kur aty është bëni konglomerat i partive me shumë parti? Faleminderit. Urdhënoni, zënja Kusari. Mu më intereson vetëm formimi i qeverisë ju i tash, a ka me qenë partijak? Mirë. Dhe përfundimtarja pyetja e Syljes. Unë mendoj që s'kish mujt më majt debati për Gjakovën pa e vetë një pyetje esenciale për Gjakovë. Gjakova njihet si vend i cili e bën një farë dallimi katonarë dhe qytetarë. Tash, unë këto për bazojnë faktin, unë e vërtetën e zoti Kuhasku këtu se është veterani gazetarisë. Gjakova ka qenë vendi i vetëm përpara që e ka pas një librezë shëndetësisë për bujk, edhe një librezë qytetare, shëndetësisë që i ka thonë vish libreza e shëndetësisë, po flasë për kalumë, dhe më thonë deri që aty ka shku diskriminimi ka të qytetarë. Ka rregullu ligjet. Me ligj Ky diskriminim? Me ligj ka qenë. Se tatimi i bujqësisë ka qenë në veçantë edhe punëtorë që kanë punu në organizata shoqërore. Mirë, pyetja përfundimtare, pyetja juaj? Pyetja është çka kishit bëjë si kryetar komune e para me thy që të logjikën katonar qytetar në Gjakovë, në punësim, në pranim të kuadrove edhe në tëna aspektet që unë mendoj që është të theksuar se vjen i rreth të Gjakovës ishte të rreth të Gjakovës. Vjen Gjakovari qytetit ishte njerëz të qytetit Gjakovar të e dinë sigurisht se edhe jo çka do çka bëhet, po. Unë pyes juve çka kishit bë, një edhe dy a ndikon tash që kanë dasia e votave se jo. Të e pas parasysh që zoti Lek ajo është i rrethit, jo i një qytet. Zotnia Racia? Tash ja po unë nuk pajtona me qëndrimin dhe me konstatimin e Valonit që ka ndamje fshat qytet. Këto kanë bo, në një ka bo pushtetin serb, një shkojnë e sistemit. E kanë bo e Gjakovar vetë. Falë, vështë i këta përgjegjet jam une? Jo, po nuk mund na transferojnë diçka që dim të gjithë. Nuk pajtona me ato edhe që kanë bo në dasi fshat qytet, mund të ndajmë, unë mund bëjt dasi dhe sot nga una mendore, jo nga una geografike, se ki nështë edhe midis qytetit, po që se avlena s've diskutu me to, po ki edhe mshatat thella, unë e di mshatat thella që sot është doktor profesor në Universitetin Stuttgart ose në Frankfurt, që i kom misht mjede që takuna qdo herë, sa kam ko me to. Këto ka bo në një pushteti, sot në dy karrieristat në për parti politike, edhe në dy këtë qëfë, edhe në dy këtë planis, që kanë bo karrieristat për interesat veta personale, thonë që unë jemi fshatit, jemi diskriminu. Nuk është të vërtet, jam falë, nuk është të vërtet, ku vendin e Ludukës, degës Ludukës në Gjakov, unë e kom me 67 që vinë pi fshatrave, 67, 34 kom qytetit, edhe kur në ndasi, që ata delegat mund kanë zgjedhë për kryetar degës, po individ të ndryshëm, karrierista e shfrytëzojnë edhe sot, fatkeqësisht e shfrytëzojnë edhe sot. Unë nuk qëndrojnë ato, edhe nuk e këshuj ka una geografike, se më intereson. Se dhe ku e marrë kryetari i qeverisë, në atë kohë që kë me votë, nuk i do katunin. E ata tjerë, a me votë, i pat në votë. mentalitetin e tjerëve, zotnia Racia. Jo, ndikon me punë reale dhe ferë. Pa dalime, qoftë edhe fetare, që fatkeqësisht dikush ekipi përbërës i juj? Ekipi jem përbërës. Fatë mirësisht me këtë rregullohen 2007-30, nuk do tjetë partijak, do t'jetë eksperta dhe partisë, po do t'jenë eksperta gjithë banorët komunës Gjakovës. Fatë mirësisht që kompetencat milion, emrat nuk do t'i publikoj, parasysh se nuk ka në rregull t'i publikoj me tash, parasysh se ka pasi rregulluar që duhet mi paraqit ekipin, po do ta shihni mas datës 17 votuesit dojnë me ditë kone ki mas vete. Aset Aracia e këtë komuna Gjakovës e diko në ka mas vete. Do t'jenë eksperta, nuk do t'i përmeni me emra, do t'jenë eksperta që kanë mbajt barën e ekonomisë Gjakovarë dikur. Ka eksperta dhe në Prishtinë, ka dhe në Amerikë që do t'vinë me punu në Gjakovë, edhe ka dhe në Gjermanisë që jetojnë që do t'vinë me punu për komunën Gjakovë. Do t'i shem me data 17 nëntor, në 17 dator, parasysh se certifikohet rezultati zyrtar. Kështu që eksperta edhe do t'jenë edhe shoqënive civile që kanë dokumentu me punën e tyne që 8 vite punën dhe angazhimin e tyne për Gjakovë. Parasysh se Gjakovës më kanë lënë veç mua monet, po gjithë banorët e komunës Gjakovës kanë obligim të kontribuojnë për këtë komunë. Sa e përket asaj dallimet qytet fshat, unë mendoj që
kjo nuk ekziston tani, që them, sepse vetë zhvillimi ekonomik e ka bërë vetën dhe tani nuk janë ato dallimet do thot të mëdha dhe fare ka individ saktum në gjitha partitë që bëjnë dallime, mirë po unë nuk jam i prirë dhe unë do thot ndihem si qytetar i Gjakovës dhe i komunës. Vetëm pak ta klasojnë shte, a ekziston ajo? Ekziston, Gjakovar as nuk Mirë, martohen. ti e Prishtinë, zoti Kohasku? Jo, A ekziston po jo? Mendoj se jo. Nuk ekziston. Më lejoni vetëm ta them këtë pse e thash, sepse më 17 nëntor qyteti, komuna e Gjakovës e ka treguar që nuk ekziston kjo ndarje. Unë jetoj në fshat, jam shkolluar në Prishtinë, në qytet dhe mendoj që këtë tham sepse më kanë votuar më shumë se zotin Asrit Haraçia që vije nga qyteti. Prandaj, kjo është ajo që do thot Gjakova vetëm ka filluar për të ndryshuar dhe ka një qasje pozitive dhe nuk e shiqon individin nga dhe çfarë ku i përket, por e shiqon punën dhe ndëshmërinë, profesionalizmin. Këtë kanë dëshmuar. Sa i përket ekipit tim, unë jam në konsulta me gjithë ekspertët, vend hapësirë do të kenë vetëm profesionalistat që kanë dëshmuar në vite dhe që din të menaxhojnë, që janë menaxher të zot, jam në konsulta dhe këtu nuk do të përmend emra. Vetëm vjen 5 drejtori tani, sipas rregullores 2730. A do të keni ju forcë me 5 drejtori, kur deri tash i paraqit një mangësit, dobësit me 13 drejtori. A keni forcë dhe mundësi me 5 drejtori të kryeni gjitha ato kërkesë dhe obligimet që dalin nga qytetarët për këto 2 vjet? Edhe çfarë drejtori do t'i fuziononi? E shkurtër. Pas analizës do thot që e kom bërë, mendoj që nuk mundet me 5 drejtorie, mund shtohen 2-3 drejtori tjera dhe fondet do t'jenë nga buxheti konsolidum i Kosovës dhe edhe rregulloria e lejon diçka tillë, kryetari ka të drejtë të shtojë drejtorinë kur e sheh me veçori, do thot veçantë, do thot specifike që do t'jenë në shërbim qytetarëve dhe këtë do t'a bëj dhe mendoj që me fuzionimin e drejtorive tjera do të funksionoj shumë me efektshme administrative. Te ju, zoti Haraçia, do të ketë drejtori të reja? Me rregulloren 5 drejtori edhe është edhe sekretari administratës publike dhe shërbimi personelit, zyra personelit, zyra komunitetit dhe diçka tjetër. Aty duhet është obliguar në bazë rregullores të formohen 5 komitete, kurse sa i përket drejtorive në bazë specifikave të komunës mund të jenë edhe 3, edhe 13, edhe 15. Kështu që unë nuk është vetë arsyeshme të jetë më shumë se 10 drejtori. Kaq kishit për sonte, prej komunës së Gjakovës me datën 8 dhjetor keni mundësi ju qytetarët e Gjakovës të zgjedhni vetë mes zotni Lekës dhe zotni Haraçis deri në komunën e ardhshme. Natën e mirë.